Përshëndetje për gjithë, mantia me mish në formë tërkëndshë, një mënyrë shumë e lehtë e përgatitjes, sidomos për fillestarët e kuzhinës. Ruajini këtë recetë dhe ndajeni me të tjerët. Recetën do e gjeni në vazhdim. Shikim të këndshëm. Në ujë të vakët hedhim kripën, shtojmë vajin e ullirit, 2-3 pika uthull të bardhë, hedhim mielin, e përzim derisa të formohet një brumë i butë dhe jo ngjitës. E mbulojmë dhe e lëmë të pushojë për 30 minuta. Në vaj fërgojmë qepët e grira, shtojmë mishin e grirë, shtojmë krip dhe piper të zi sipas shijes. Brumin e ndajmë në 20 kulaqa, së cilin e hapim në masi të një pjatë dhe i lyem me gjalp të shkrirë. I bashkojmë nga 4 pet, i hapim së bashku, i presim në shirita dhe formojmë tërkëndsha me mbushje mishi. Formimi i mantijave në këtë mënyrë. I lyem sipër me gjalp të shkrirë të përzier me vaj, i pjekim në temperaturë 200 gradë për 30 deri në 35 minuta.